Çfarë ndodhi? Sa po erdha unë ju heshtet më njëherë. Ne po bisedonin për diçka. Për çfarë po bisedonin? Biseda vajzash ti nuk do t'i kuptoje? Atëherë ta ndezim o gjakun. Mirë, në rregull, po të ndihmoj unë. Pse ti merr vesh nga dezja e zjarit? Sigurisht. Po pra, dakor, ndizë ti vetë. Edhe? Mos po pret të ndizet vetë? A, po. Zonja Sibel, buri juaj po ju të rrethon. Mos është shaka kjo? Urdhëro, Sibel. Ku jeti Tarik? Ku mund të jem? Në shkollë jam. Thjesht pyet akot. Përsëri ajo punë e darkës? Jo, e anullova darkën. Të mora vetëm të pyesja kur do të vish. Kam edhe pak punë, nuk bënohem shumë. Mirë, në rregull. Shpresoj të mos jetë e vërtetë. Shpresoj të mos jetë e vërtetë. Modhër, kjo puna e shtëpis në mal nuk më mbush fare mendjen. Mos ndoshta nuk duhet ta kisha lejuar. Ta marr njerë në telefon, ta shoh çfarë bëjnë. E dije. Mos thuaj ashtu edhe ti. Mos u zemro, shpirt, mos u zemro. Që të drejt, po ç'të them tani? O, që në karodha e kopshtit. Sigurisht shijojeni. Shijojnë ditët e fundit me më të bukur. Mirë se erdhe, Eylül. Mirë se erdhe bia ime. Mirë se u gjeta. Çfarë keni bërë njerëz të mirë? Për zotin e jemi mirë. Por vajza ime erdhi pak e gëzuar sot. Çfarë ka ndodhur? Jo shpirt si gjithmonë. Le të themi se bëhem më e lumtur kur ju shoh juve. Hajde, unë po shkoj t'i ndroj rroba dhe do të. Hajde, ndërrohu shpirt. E dije, mos vallë vajzat i afron gjaku. Kë? Shpirt, si këmoj, po flas për Aslën dhe vajzën e zotit Tarëk, Birgjinin. Në fund të fundit ata janë motra. Jo, ajo hyri brenda. Motër, a mund të jetë e vërtet kjo që gjaku të tërheq? Për zotin, përse jo? Në fund të fundit, shikoj e ti, sa mirë po shkojnë njëra me tjetrën. Of, e di. Aslë gjithmonë ka dashur të ketë një motër. E pas ka pasur gjithë kohën. Por ato nuk duhet ta marrin vesh kurrë për njëra tjetrën. Kurrë. Bershina, je sigur që mund ta bësh këtë? Po pra, është shumë e lehtë. Hajde largo se e bëj unë. Jo, unë mund ta bëj vetë. Bershin, mos u bëj kokë fort se do digjesh. Largo. Ozan, të lutem fillo të më besosh pak? Nuk jam vajza e vogël që duhet ta mbrosh, jam rritur. Jam bërë një grua e re.
E po mirë atë. Dize. Do ta shihni, për 2 minuta do të ngrohet shtëpia. Qarka, Berqin! Mëj Berqin, lëviz! Unë des! A jeni mirë? Mirë jam unë. Shikoni pak mos mu dojën qerpikat, flokët apo vetullat, të lutem më shikoni. Berqin, nuk është situata të shojmë për vetullat dhe qerpikët e tu. Tani shikoj vetën në pasyrë. Pasqyrja. Shikoni në çfarë gjendje jam. Bergjin, më mirë shkolloje pak fytyrën ti. Në fakt, unë qenë kam bërë që sharhake. Si dukem? A mund të ri kështu? A më është pastruar fytyra? Duke shumë bukur. Pra, nuk mund të imagjinoj sa shumë e kam pritur këtë mbrëmje. Më në fund do mbetemi vetëm unë dhe Ozani. Mendoj se edhe ai nuk është indiferent ndaj meje, interesohet për mua, merret me mua, e kështu me radhë thonë se njeriu merret me atë që do. Edhe unë pas pak do të shkoj pranë ti me pretekstin se dua të pi ujë, ndërsa ti bjerë të flesh. Po, unë më njerë po shtrihem, edhe ashtu jam shumë e lodhur sot. Sa më parë të fle aq më mirë. Natën e mirë. Natën e mirë. Tarik? Ku ishe ti, Tarik? Zgjati pak më shumë puna. Po ti pse ri ullur në errësirë? Po të prisja ty? Jam shumë i lodhur. Po fleje me njëherë tani. Natën e mirë. Eli, Baba? po mëson bia ime? Jo, shpirt, çfarë mësimi? Unë në fakt po shikoja shënimet e Aslët. Çfarë ka bërë, çfarë ka shënuar. Edhe ashtu më ka ardhur gjumi, po bie të flemë. Hajde, fli tani bia ime. Vajza ime më e bukur. Një ditë edhe vajza ime do të studiojë në universitet. Do të diplomohet dhe do të arrijë në vendet më të mira, dash Zoti. Dash Zoti. Natën e mirë, baba. Natën e mirë. Jas? Ende po mëson apo jo? Mos e fallxor ti, nga e dije. E mora me mend. Është vonë.
Nesër duhet të shkosh në provim pasi të kesh fjetur. Eylül, aty je? Ashtu. Jas, unë do falenderoj shumë, Për çfarë? sepse po të mos ishe ti nuk do të kisha guxim të hyja në këtë provim. Nuk do të kisha besim edhe tek vetja. Shiko, nëse ti nuk do kesh besim të vetja, atëherë mendoj se askush nuk duhet të ketë. Unë nuk bëra asgjë. Vetëm nxorëm në pa dëshirën tënde për të studiuar. Është vonë. Hajde flitesh. Në rregull. Natën e mirë. Natën e mirë. Ai! Të, zote të martë shpirtin më një grua e ligët, grua e poshtër. Si thua shpifje për atë vajzë të shkreti. Koraj! A jeti i birim? O zoti i madh, birë, kush ta bëri ty këtë? Kush çfarë të ka ndodhur ty kështu? Të është të bërë fytyra për shesh ty? Nën, prit pak. Prit të lutem, lëm të marr frym. Ma kam bërë kokën so, prit një minutë. Ai, birim, tu bëfsha kurban, birim, ty, ai. Më thuaj, kush ta bëri këtë? Më thuaj. Mos ishte ai djaloshi i paturpshëm. Nuk e pash. Nuk e pash. Sa po isha duke e kapur atë kalamanin, dikush më goditi nga prapa. Pastaj nuk mbaj mend asgjë. Më është fshirë filmi. Më kanë hedhur para farmacisë një kotele të vogël. Ai, të keqen nëna, biri im i dashur, ju thafshin duart, inshallah. Ju thafshin duart, thef të qafën, inshallah. Ai, si ta paska qarë buzën kështu të shof njëherë. Më dhem. Mos më prek, më dhem. Çfarë ka, Berçin, çfarë do? Asgjë, u qova të merja pak ujë. Mirë. Çfarë po shikon? Ndonjë film? Po, e kisha shkarkuar më herët. A mund ta shoh edhe unë? Ka kohë që ka filluar, Berçin. Nuk ka problem, unë e kuptoj me një ngjarjen. Ja kanë vrarë të dashurën e vet? Jo, qenin. Qenë ka film me shumë rrahje. Po si e detyruar ta shikosh, Berçin. As unë s'po e shikoj më. Po më vjen gjumi. Kam nevojë të shtrihem. Sa mirë po e shionim shumë, përveç kësaj, më pëlqejnë filmat aksion, mos e ndal filmin prej fjalëve të mia. Shikoj në shtëpi, Berçin. Nëse më lejon, unë po shkoj të fle. Në rregull, por pastaj do ta shohim bashkë, më Në premton? rregull, Berçin. Natën e mirë. Natën e mirë.
Sibel? Of! Erdhe? Çfarë ndodhi? As që nuk ndodhi. As që interesua për mua. Tha se I vinte gjumi? Gjatë ditës nuk ishte kështu. Pse sillet kështu? Nuk mund të më shoh përveç se si shoqe, apo jo? Nuk e di pra. Me që ndodhi kjo, në nesër do të kthehemi, apo jo? A ti nuk do që ne të jemi bashk? Ja, nuk e thash për këtë Bergjin, që të mos e lëm shkollën pasdore. Përveç kësaj jam në merak edhe për nënën. Shkolla mund ta kompensosh, por unë mund të mos e kem më kur mundësinë të mbete vetëm me Ozanin. Me që erdhëm deri këtu, nuk themi pa kaluar kohë vetëm me Ozanin. Në fund të fundit, a nuk erdhim ne për këtë? Ç'është ky qels në dorën tënde? Do që ti kontrollosh gjërat e mia? Je ti ai që duhet të japësh shpjegime. Çfarë është ky qels? Është qelsi I sirtarit në zyrën time. Çfarë tjetër mund të jetë? Apo më fsheh diçka nga unë? Mos fol marzira, Sibel. Çfarë do të fshihja unë? Është qelsi I sirtarit ku mbaj pyetjet e provimeve dhe shënimet e mësimit. Prej vitesh e mbaj në xhep. Tani u bë problem? Shiko se me çfarë merresh në këtë orë. Po shkoj unë në salon. Atje do të flej. Kë po përpiqesh të mashtrosh ti? A mendon se ke përballë një fëmijë? Përprit. E di unë se çfarë duhet të bëj me ty. Pas ka pamje të bukur, e? Po, shumë e bukur. Çfarë do të bëj unë? Si ta bëjt këtë djalë për vete? Në vend që të përpiqesh ta bësh për vete, pse nuk bëhesh e sinqert? Për shembull, fol hapur me ta. Thuaj ai çfarë ke në zemër. Ndoshta as ai nuk po arrin ta thotë. Ndoshta druhet sepse mendon se ti je sheh vetëm si shok. Ndoshta njëri prej jush duhet ta bëj hapin e parë. Ndoshta dhe ai e pret pikërisht nga ti. Për më tepër, nëse flisni hapur me njëri tjetrin, nuk do kesh më nevojë për mua. Nën, unë po dalë, do të vonohem pak, mos u shqetësoni. Nga dolën këto kthime të vona? Nën, kafenia ka shumë punë, pra nuk ka arsye tjetër. Tani ne nuk do të shkojmë ty për 2 ditë, apo jo? Çfarë të bëjmë bi? Duhet të shkojmë. Mjeshtër Hasani është më I madhi ndër ne dhe sapo ka kaluar një operacion të rënd, nuk po shkoj larg. Kur të kthehem, do të sjell edhe karamele. Oj. Por, me çokoladë, në rregull? Në rregull. Mirë, tani unë po shkoj. Baba, ki kujdes. Nën, shihemi.
Shihemi shpirtim, punë të mbar. O, zoti ma thruaje nga syri I keq. Kohët e fundit ka qenë shumë e gëzuar, apo jo, Jashar? Vajza ime e dashur, qofsh gjithmonë e lumtur. Shpresoj. Zhylida, Sibele dashur, çfarë është kjo gjendje? nuk do ta besosh kur se çfarë më ka ndodhur. Jam shumë e tronditur. Me zor po përmbahem që të mos qaj. Mirë dashur, ti qetësohu, e ja hyr brenda. Sibele dashur, çfarë ndodhi më trego mua, po duke shumë keq ti. Zhylida, a jam unë një grua që meriton të tradhtohet? Çfarë po thua, Sibel? Çfarë tradhtie? Po ta them unë haptazi ty. Burri im po më tradhton mua. A je e sigurt, zemër? Taroku nuk është një njeri I tillë, nuk bën një gjë të tillë. E çfarë është kjo atëherë? Çfarë shkruan këtu? Zemër, ndoshta dikush ka bërë shaka. Ti për këtë e mundon veten tënde? Nuk është vetëm kjo. Tariku ka ndryshuar shumë. Mendjen e ka gjithmonë diku tjetër, është vazhdimisht I menduar. Madje ka filluar edhe të vijë vonë në shtëpi. Dje gjeta një çelës të vogël në xhepin e tij. Me siguri po më fshej diçka. Sibel? S'ka ndodhur ndonjë gjë e keqe apo jo? Mumtaz? Edhe ta mendoja 40 vjet nuk do të imagjinoja kurse do të përjetoja një gjë të tillë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mbrapa janë një 2 bicikleta. Do të bëjmë një garë bashkë? Jo, pra, sot nuk kam as pak energji për bicikleton. Por nëse ju doni, shkoni ti me Bergjinin. Bergjini nuk e ka qejf bicikletën. Nejse, ja po dal vetë nga dal të gjej dikë që të rregulloj makinën. Prit, ku po shkon? E po sikur të bënim një shëtitje, shiko sa I mrekullueshëm është moti. Për më tepër ne 2 vajza do të kishim frikë të dilnim vetëm. Me që je dhe ti këtu, menduam të rinim bashk. Menduam kështu. Ke fuqi për të bërë shëtitje? Mirë, dalim të ecim. Në rregull. Po shkoj të lej pak fytyrën dhe vi. Faleminderit. Ai. A je mirë? Ai, ashtu mirë, mirë, s'ka problem, por ja, mendoj se nuk do t'ja dal. Nuk do t'a bëj dot. Nga emocionet me ambir duar e kam haruar gjithçka. Ashtu, shiko. Qetëso, lutem. Më beso do t'ja dalësh. Sa po t'hysh në provim gjithçka do t'kujtohet. Frika nuk të shpëton nga vdekja. Nuk e arsye për të friksuar. Hajde tani. Me këmbë të lehtë. Shihemi. Asla, më dëgjo. Kur të dalim për shëtitje,
Ti do gjesh një justifikim dhe do kthehesh, thuaj që të dhem koka ose diçka tjetër, çfarë të tuash. Pastaj unë dhe Ozani do vazhdojmë rrugën tonë dhe do gjej një vend të bukur, do ta ul përballë meje dhe pastaj unë me atë do të bisedoj. Do të flas me të. Aslı, jam shumë emocionuar. Mendo pak, mund të kthehemi këtu si dy të dashuruar. Nëse gjithçka shkon mirë, mund të duhet të largosh me njën nga këtu. Do me thënë, unë dhe Ozani mund të kalojmë pak kohë vetëm këtu ne të dy, si thua. Mirë, po unë nuk e di si të kthehem nga këtu. Nuk ka rëndësi, do ta gjesh një rrugë, këtë e kaloj minibusët, po nuk e gjete Ozani do gjej zgjidhje. Dhe, a jeni gati, ja shkojmë? Unë jam gati. Hajdeni atëherë. Sibele, dashur, a fole hapur me Tarokun ti? Sikur ti nuk e një hatë, Zhulide. Burrat janë të tillë me njëre, mohojnë gjithçka. Dje e pyeta për atë Chelsin. Tha se ishte i sirtarit të kuruat e fletët e provimeve. Por jam e sigur se ka diçka tjetër, po fsheh diçka nga unë. Mim të as thuaj edhe ti diçka? Jo, e dashur. Nuk do ta prisja kur një gjë të tillë prej ti. Kush e di me kë po më të rrethon? Mua një grua si unë, për kë më ka lënë? Më duhet që të gjej prova unë. Duhet të gjej një provë që ai të mos mund ta mohoj dhe t'ja përplas në fytyrë. Sibele, dashur, të lutem qetëso. Ndoshta është një keqkuptim ky. Pse po vepron kaq me nxitim pa folur ende me Tarokun ti? Për më tepër mos e mundo veten kaq shumë për një mesazh që nuk i dihet nga kush ka ardhur. Jo. Ka diçka e ndjej. E ndjej atë, nuk do të gjej qetësi. Ai do të paguaj çmimin e një tradhtie ndaj një gruaje si unë. Hedije, të lutem hape telefonin. Më kishte marrë malli për këtë pamje. Izmiri ka vende të bukura për shëtitjen në natyrë. A është e vërtet? Ka. Një shoqe shumë e afërt e nënës time ka një hotel shumë të bukur në Izmir. Verën e ardhshme mund të bëjmë një arratisje të vogël nëse do. Madje mund t'i bëjmë planit që tani. Jo. Mua nuk më pëlqejnë pushime në hotel. Kështu në natyrë është më bukur. Ashtu, mendoj se do ishte më mirë të kthehesha në shtëpi. U lodha pak unë. Ju vazhdoni. Atëherë le të kthehemi të gjithë bashkë. Jo, nuk ka as pak nevojë, mos e prishni qefin ju për mua. Vajza do të pushoj? Lëre të shkoj. Për më tepër ne sapo erdhëm, ta shohim pak këtë pamje. Ndoshta do të ri pak vetëm? Ndoshta është lodhur nga ne? Hajde. Sibele, dashur, merre dashur këtë, pi pak nga kjo. Duhet ta gjesh Chelsin e atij dollapi. Tariku me siguri po fshej diçka. E si ta gjeje unë, Sibel? Gjeje! Mua më duhen prova! Gjeje!
Sibel, mos bëj kështu. Ta shoh pak. Lëre, vetëm një gërvishtje është. Sibel, të lutem mos bëj kështu. Në rregull. Hajde, shtriu pak këtu. Jam shumë e acaruar. Po e raskapit veten kot. Në rregull, Sibel. Pusho pak ti, do qetësohesh, në rregull. Hajde. E dashur, Sibelit i janë rënduar nerva si shumë, mos e lër vetëm të lutem. Tarika, nuk do ta prisja kur një gjë të tillë prej tij. Mimtas, unë nuk besoj se Taraku ka bërë diçka të tillë. Mendoj se Sibeli ka keq kuptuar. Jo, e dashur, Sibeli mund të ketë të drejtë. Nuk të thash që mos mërzisje, por para ca ditësh dikush nga stafi i shkollës se kishte parë me një grua ato. Pastaj sigurisht filluan thashë themet. Sa pa e mora vesh e thirra Tarikun dhe e paralemërova me njerë. E di si thonë, ku ka tym, ka dhe zjarë. Mimtas, mund të ketë qenë ndonjë keq kuptim, nuk ka mundësi. E dashura ime, çfarë do të bëj me zakonin tënë që u beson të gjithë dhe më shumë se ç'duhet? Të lutem mos e harro këtë. Askush nuk është aq i përsor se sa duket. Hajde mirë, shihemi në mbrëmje. Kujdese për veten. Shihemi. Sa vend i bukur është ky? A të kujtohet? Kur ishim në gjimnas, vinim këtu me familjet tona. Ti, unë, nëna, babai, teta Zhylide, gjagja Selime. Vërtet. Atëherë vinim të gjithë bashkë. Babi tim i pëlqen të kalon të kohë me të gjithë. Ky ishte një vend i veçantë për të. Edhe për mua ishte ashtu. E prisja me pa durim fundjavën. Mezi prisja të vija këtu. Vetëm që mund të bisedoja gjatë me ty, të bënim një shëtitje bashkë. Nuk e dija që e doje ka shumë natyrë. Nuk ishte natyra ajo që doja. Çfarë po kërkoj unë këto? Berçin, të mos e lëmë Aslën të pres, hajde. A nuk e dëgjova çfarë të thash? Ozan. Personi që dua je ti, Ozan. Prej shumë kohësh që kur mbaj mend për veten, jam e dashuruar me ty. Gjithmonë kam pasur frikë, gjithmonë jam tërhequr. Jam përpjekur të mos ta lë të kuptohet, por nuk mundem më. Mendoj se edhe ti nuk duhet të vazhdosh të tërhiqesh. Të dy e dim se mes nesh ka tërheqje. Vetëm se nga që kemi qenë miq prej kaq shumë vitesh, nuk mund që t'ja pranojmë vetes ne këtë. Por tani ka ardhur koha.
Beqin, unë nuk e prisja këta. E di që të habita. Por dikush duhet ta bënte hapin e parë. Ti vërtet I humbe këto raste. Ke humbur shumë raste. Hajde. Pranoje. Edhe ti nuk je indiferent ndaj meje. Nuk do të doja në fakt kur të krijoja një ide të tillë. Po ta kisha kuptuar më herët, do isha treguar më I kujdesshëm me sjelljen time. Do të isha më I përmbajtur. Të kërkoj falje mira herë. Po ne jemi rritur bashkë. Dhe kemi kujtime të bukura. Në të ardhmen mund të premtoj se do të jem një mik shumë I mirë, por mos prit më shumë se kaq në. Sepse unë gjithmonë të kam parë vetëm si shoqe. Asnjë nuk të kam parë me sy tjetër. Nuk kam menduar kur ndryshe. Nëse të kam lënduar, atëherë më fal. Largohu. Mos më prek mua. Berçin. Mos guxu të vish pas meje. Nuk me besohet që ja bëri këtë vajzë, Sonaj. Ti nuk mund ta kuptosh çfarë po ndjej tani, Zhylide. E dashur Sibel, mos e mundo veten, kështu pa qenë e sigurt as pak. Le të marrim vesh një herë, të dëgjojmë dhe të mësojmë faktet. Çfarë të kuptoj edhe më shumë, Zhylide? Tariku po më tradhton mua, gjithçka është shumë e qartë. Je shumë naive, Zhylide. Deri tani I ke parë të gjitha telefonatet e mia. Pse nuk e hap hedhje? Hajde urime, si shkoj? Shkoj keq? Ishte shumë e vështirë. Prit një minut. A me e bëre, apo jo? Po, shkoj mirë. Vërdet! Ashtu, thanë se rezultatet do dalin në mbrëmje. Shumë mirë atëherë. Hajde t'ikim. Në rregull. Përshëndetje. Momtazi, kryetari I bordit drejtues. Përshëndetje. Të thëmë të drejtën, nuk ishte fare nevojë për këtë inspektim. Nëse dëshironi, bëni pak pushim dhe të ham drejt bashkë. Të mos lodheni kot, ha? Edhe bisedojmë bashkë. Më falni, por sipas udhëzimeve që kam marrë, mua më duhet të vazhdoj kontrollin. Natyrisht, nëse më lejoni.
Sigurisht. Ju vazhdoni punën tuaj, punë të mbarë. Nëse vazhdon të mos e hapësh telefonin, do t'jemi detyruar të vinë në shtëpinë tënde. Alo? Alo, zoti Tarok. Nuk ka fare nevojë të përsërisim të njëjta gjëra. Ju lutem mos më telefononi më. E dije, duhet flasim patjetër. Po dal tani nga zyra dhe po vi në shtëpinë tënde. Jo, mos guxo të vish këtu. Në rregull, të flasim mirë, por në ndonjë vend tjetër. Në rregull, po të pres te kafeneja Mor Salltham. Hajde. Shoqja ime dashur, dëgjom. Mblidhe veten tani. Prej orësh po derdh lot për diçka që nuk ekziston. Diçka që nuk ekziston? Më duket se nuk po më dëgjon ti mua. Po të them që më kanë dërguar mesazh. E dashur, ai mesazh ndoshta është dërguar nga ndonjë student që e ka inat Tarokun. Ne kemi përjetuar edhe gjëra të tilla më parë. Studentët bëjnë shaka të pakëndshme. Atëherë pse prej ditësh sillet si një hije? Pse më vërtet mua vazhdimisht? Pse e mban atë Chelsea në xhepin e tij? Mos e bëj këtë për hir të Zotit, Sibel. Të ka shpjeguar, të ka thënë se Chelsea është i sirtarit të zyrës. Çdo zyrë ka një Chelsea të tillë. Jo, kështu nuk do të zgjidhet kjo punë. Hajde po shkojmë. Të flasim ball për ball me Tarokun. Ai lëre pa Zotin se do na gënjej ai patjetër. Edhe nëse na gënjen, do të jemi të dyja dëshmitare. Përveç kësaj do ta kuptojmë nga sjellja e tij. Hajde ngrihu. Hajde. Mirë, atëherë të shkojmë. Ku është Bergjini? Zdi nuk erdi këtu? Jo, a nuk ishit bashkë ju të dy? Ishim bashkë, por ajo u zemrua me mua dhe u largua. Mendova se ishte kthyer në shtëpi. Ja, mos ka humbur në pylla thova? Jo, nuk ma merr mendja. Këto nuk janë vendet pa njohura për të, por është bërë shumë kohë që nuk është kthyer. Nuk e di. Pasa është ullur diku derisa t'i kaloj zemrimi. U zemrua ka shumë me ty ajo? Hajde shkojmë ta kërkojmë atëherë? Nga cila anë erdhon? A ka njeri këtu? Që të boj? A më dëgjon dikush mua? Më ndihmoni! Do të marrë shënimet e leksionit nga një shok dhe kthehem. Unë kam studiuar pa këtu. Duhet jem pranë telefonit kur të vi përgjigja nga kursi. Përbesu nuk e di si do të pres të re atëherë. Dëgjo, më mirë të mendojmë që tani se do ta festojmë. Shihemi. Shihemi. Ju lutem.
Bergjin! Nuk duket askund ajo. Nuk mund të ka shkuar larg. Bergjin, ku jeti? Jo, kështu nuk bëhet. Le të ndahemi e ta kërkojmë. Po sikur të humbasësh dhe ti? Mund t'i ke ndodhur diçka asaj. Duhet ta gjejmë sa më shpejt. Ndoshta do duhet të njoftojmë familjen ose policinë, pra. Mos u frikso tani. Hajde se do ta gjejmë. Shiko. Unë do shkoj nga kjo anë, kurse ti shko nga ajo rruga antej. Por kush e gjeni pari, le të kthehet në shtëpi, mirë? Je sigur që nuk do humbësh dhe ti? Mua nuk më ndodh asgjë. Ti shqetësohu për Bergjinin. Mirë atëherë, dakord, të ndahemi. Ai që arrin i pari ti bjerë zilës të dera, që tjetri ta kuptoj dhe të kthehet. Në rregull. Asla. Të lutem ki kujdes. Bergjin! A ka dikush këtu? A më dëgjon dikush mua? Hej! E gjithë kjo për fajnë tënd. E gjithë kjo për fajnë tënd, Asla. Do ma paguash këta. Bergjin! 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 Mirdita, po telefonoj për rezultatet e provimit. Po, kam telefonuar edhe më parë. A janë shpallur rezultatet? Eylül Ugurlu është nxënësja. Është kualifikuar për bursë të plot. Si nuk është kualifikuar? A jeni të sigurt ju? A mund ta kontrolloni edhe një herë? Shihemi. Gjithçka mori fund. Asla. Për shkak të nxitova dhe gjithçka mori fund. Gjithçka. Por do ma paguash këtë. Do ma paguash. Dreqita haj. Malkuar qof. Dreqita haj. Zotit të malë koftosa. Zotit të malë koft. Bergjin? Sibel e dashur. Qetëso, në rregull e dashur. Ulu pak, le të flasim me qetësi dhe të përpiqemi të kuptojmë se çfarë ka ndodhur. Në rregull? Do ta shohim. Mirë se erdhët. Mirë se ju gjetëm. Zonja Sibel, zoti Tarik nuk është në zyrën e tij. Mos ka hyrë në mësim, kur del ai? Jo, nuk hyrë në mësim. Dërgoi asistentin e tij. Por nuk më dha asnjë shpjegim, por besoj se ka një takim jashtë shkollës. Ku qenë ka ky takim? Nëse nuk gaboj, thate kafenia Mor Sallkëm. Kafja Mor Sallkëm. E pastaj më thua të qetësohem. E dëgjove me veshët e tu. Ky është Tariku. Ku ka munguar ai ndonjëherë në mësim? Sibel! Me siguri ka shkuar të takohet me të dashurën. Sigurisht Sibeli nuk duhet të marrë vesh. Ai le të bëj çfarë të dojë, por do të shoh se si do ta turpëroj atë. Edhe atë gruan e përdallme të cilën drejt. Dua nxi jetën të dyve.
Bergjen! O, zot faleminderit. U frikësova shumë se nuk do të gjej aty. Ti me çfarë të drejtë me përqafon mua? Gjithçka u shkatërua për shkakun tënd? Bergjen, ti a je mirë? Çfarë ndodhi? Gjithçka u shkatërua për shkakun tënd. E humba shansin tim të fundit. Unë nuk po të kuptoj, Bergjen, çfarë ndodhi? Edhe guxon të më pyesësh pa pikë turpi. Ja, shiko, nëse të kam lënduar pa dashje, më vjen shumë keq. Bergjen, unë...